Lea se gjitha unë që të zhe. Okej, e meriton tonë. E meriton pra, e meriton bosë. Po lërë to si to ziste për shtetje dhe. Për zotin në të ka qenë Karder. Normale që ore, Karder është ai që thot që është kjo politik. Po i ka ma qani trapi thot që nuk bet politika kështu si juve, nuk bet politik me juve, unë po iki tha oma. E kupton? A e di historinë e këtij profesorë, shkoshin i jepshin lek në kazino, e nuk i shifte hiç kështu. Ja u merrte kështu. Edhe i shifte vetë bodyguardi. Edhe i thot ai, po vllai, kit na shohim. I ke thotë se kam pa unë, I ke thotë se kam pa unë, ashtu. To si ka qenë burrë, jo kështu, llafe. Po gjyna vëllai, unë kisha shpresë tash do shpëtoj. Për zonë. Se isha pa unë. I ri ku ky, 73 vjeç. 73 vjeç. I ri për zonë. I ri se s'u mungon gjë kol, as për të pjekime, as për vizita, as për analiza, as për jetën. Për s'u mungon gjë. Për jetën që ka pas si mungon gjë. Kjo do të thot aver që sa do lek të kesh, atje do vesh. Edhe sot ko për Tosin ishte burri mirë. Kurse kur të iki Saliu, do thonë tërë jetën u piu gjakon shqiptarëve. Do ta mallkojnë. Po jo, se ka dhe nga ata që i thënë Sala i mirë. Po këtë një për Tosin edhe demokratët u bën gjëre. Po s'bëhet fjalë po. Po shoku, E kupton? kur të vdesi Sala, profesor ka me qartë gjithë Shqipëria si punën e verit. Këtë përshtypje komandon. Jo, dhe na një kështu na i buda labur, na ka ti. Enver Hoxha, o brother, o babal, Enver Hoxha është legjendë e Shqipërisë, në vllai nuk ka arrisën në Enver Hoxhën pa vllai, shafi. O babal, Enver Hoxha ti la ty fabrika, universitete, fshatra, gjitha ti la, gjitha në funksion në vllai, pavarësisht se neve shkum ke kompjutrat i thym me shit bark, kupta. Ato kompjutrat i kishte ai. Do me thonë këta kanë 35, kanë 20 vjetë, vllai akoma s'kan bërë si shosh, gjitha vdekë. Ka shumë drejt, ka bërë shumë gjëra të mira, po e di se sa veta ka vrarë Enver Hoxha Censari? Ka vrarë, po ashtu ka qenë sistemi, më ç've ka. Ka qenë sistemi më babale. Një sekond, çfarë më intereson sistemi? Komunizmi ashtu funksionon me babale. Komunizmi. Ore, një sekond vllai tani. Po vllai, kush ka që po mirë, më pse si ka vrarë këta tjerë me babale? Po ai se vriset gjithë valla. Tani nuk Ai ka kishte ai ka kishte kundra për shembull që i vriste apo. O babale, ngjoj këtu. Gjyshi im ka qenë punëtor minjere. Kupton? Kanë ardhur Tiranë ata që në kohën atëshme. Tani ku ka qenë halla ime në shkollë, ka qenë super eskelente, si i thonë, shumë e mirë. Po, shumë e mirë, a kupton në shkollë. Edhe ja pa zonë venin goca ministrit, se dikush ka qenë ministra, që ka qenë i lartë në shtatë. Ka shku gjyshi im, ke Enver Hoxha, i ka me gjithë deftesën e gotës vetë, a kupton? Ke Sami Frashë, kupton? I ka thonë, o vlla, ka thonë, se na kanë morë venin e gotës, a kupton, pëse o mund klasë punëtore dhe... Qa i ka thonë, ka shku e kanë heq ata, ka zonë venin e vetë, kupton? Jo më në Itali e kle. Edhe ata që kanë pas, do me thonë që kanë qënë zot, nuk i ka shkela, je shok. A i ka shkel ata që kanë pasur. Ke pasur gjyshin komunist. Qa komunistin? Punëtor më vëlla, kështu dhe shok. Po komunist. Qa komunisti më vëlla, punëtor minjerë më shok. Ore dakord, po përderisa ka zgjedhur Enveri komunista. I sekond, komunist. Se mund mos ishe komunist atëherë? Po mos ishe komunist, ishe më spaç. Po pra, ky ka pas gjyshin komunist. Mund thoje që s'jam. Po edhe gjyshi jot ka qenë komunist. Po pra, ka qenë. Edhe imi ka qenë komunist. Po ka qenë se kujtë sistemi me qenë. A i s'ka që komunist, nuk ishte komunist që viste Europë, a ishte punëtor me madhe familjen e vetë. Jo, komunist në kuptimin që... A kuptëm? A i ka qenë komunist, i dalluar sa vajtit e Enveri, se nuk ka konte Enveri njëri që nuk ishte komunist. Po i kërë bobila dhe në, i kanë dhe i ka ba, i boni kërkesa, jo shok, tu ka po po nuk ta konte Enver Hoxha, në qoftë se ti nuk ishe komunist, tamam komunist. O vlla, ti pësu që e ka bo me mike?
Se kështu i si ka shku si formë misore. Pa miku më, pa miku më, drejt për drejt më. Po pra se i besuar që ai nuk e vriste ende Roçën takim tek e tek për shembull. E kupton? po jo, kur s'ka qenë takim tek e tek. Po kishe dyth me Brian Veroçën më vllai më shafu. Rania. Roçi është një komunist origjinal. Ore tjetër, se më bëhet ty më bëhet kështu se Olci mori një rast, i ka bënë nder për shembull ai për shembull, jo nder, por ka bënë ka Çfarë çuar ndër më ka po të vërtetë. Jo me do me gacmo Olcin. Prit, ka realiteti, do të thonë që E kanë Po nisë prit një Olci, po e diti sa veta ka vrarë që ka pasur kundra Kopa Lidhja shoq apo jo? Po pse i dal kundra Olco. tjetrit? Çi të dal kundra më valla, nuk do valla, jam kundra sistemit, çfarë lidhje ka kjo valla? Ç'i ka këtë vrasje ti mund plak. Po shok, je komunizëm o babal. Babali rrezikon të ketë pasur të internuar gjyshin e tij. Jo bale, çka ka bërë ai gjyshi jot? Po se kam pas internuar fare valla, vend vetë kam pas, aty kam punuar me kazëm. Me kazëm? Po, gjyshin e plakës kam pas oficer, me gradë, jo. Edhe ti nip komunisti je. Po shumë një komunist jam, akoma, pra me socialistin jam, po çfarë lidhje ka i Mobeta shoku? Problemi që ndroi që po ti shoku si jam me fare. Komunista që je një vajte. Lidhje ka se me ore shoku se kuptoj, unë lidhje ka familja se me ka familja. Ti plakut mund të bën me ka dojella, pse me mbasa plakut do i Po plakut me shumë ai ndryshe. për mendimin tim ai kishte i gjot keq, vetëm se thotë edhe njëri që ai e zën bote gabim profesori e hashin vëllezrit e çunat e xhajes e hate këtë fisë. Normale se do mendoje në atë kohë që Po ja tash je bosës bota ajo ti po ktheve televizorin italiani. Ore Olzi, tash i ta provi që po ktheve televizorin nga italiani. Ti ishte qafe, po pse bësh e gëzuar për atë, ti ishte qafe. Po çfarë më bëhet? S'ke nevojë ti shok, se ti ke të gjitha këtu. Sot neve jemi të gjithë kurbet o babale. Është lloj ideologjisë ashtu o babale. Ajo nuk është Jemi puna të vetëm gjithë kurbet o Shqipëri. babale. Ai e ka marrë më me rregull. O babale, sot Si kimi bëjmë o, vetëm po. ata që kanë lekë, në atë kohë boshin plash gjithë o babale. A ka arbër, a ka modra Kush jo. punote në punë normale kishte ditë të plazhit veta. ore tani ai sistem kishte të mirat e të këqijat e veta. Po Ky normale sistem ka të mirat e të këqijat e veta. Ende Roxha tha, ju do ini tha një shtet kapitalist, dhe do ta shikoni çfarë është kapitalizmi. Kapitalizmi do ha njeriu njerin. Kjo gjë po ndodh sot. Është shumë e thjeshtë vëlla. I madhi shtym të vogël. Është konceptet normale. I xhunglës. Rania, faleminderit. Është i xhunglës vëlla, mi forti mbi Po zotron. ti vetë që u prish me Rusin thot. Mi forti, mi zgjuari, e kupton të mbi zotroj. Po je si Ilir Meta, je burg. Po o profe. O vlla, ishte budalla. Prandaj është burgëre. Gjo pak. O vllai, ma beti është O, tu vlla. se në kohën e MV të shoku im, Em. i mbante me zori, i mbante me tortur njerëzit të plak, si çfarë ma beti boni Kopa Lidhje. A guxonte njëri të bonin banda e gjona në kohët e xhaxhit? Kështu gjërash që për qytetin e për gjona në rrugë kështu. Magji jo. Kishte shans? Jo, atëri u priste koqet ai u varte në ballore, nuk ishte I polic leta im qytet. Nuk ishte nevojë për shumë. S'kishte nevojë për policat tjera, se kishte Shqipërinë policë kishte. tregote njëri histori, ishte i pastrusë, thamë Tiranë, fatu pastrusa. Edhe ajo thamë tori punë. E gjo, edhe kishte nxjerr djathë. Edhe kishte shku spionit tu e spionu. Po shoku e nverë, kishte edhe djathë pastrusë, në burg spionu. Po se vërë që shara t'i ka thunë, këtë halet gjithë do me spionu, ti spionu këta që du më ngërë kokë, dhe ka që hapë. Po, Olzi, ka shumë ata që kanë spinuar super vjedh i kanë futur mrena për leri tash. Si për Për kokër moll, po leri tani. Vjedh, ajo s'ka bo vjedh, ajo ka qënë Po të mos ta hungër fuste për një kokër moll ai, ditën tjetër do merrte 2. Ditën tjetër do merrte 4, pastaj në fund të muajit do merrte tera moll, do vlla, ai s'të lindë të bënte shembull direkt. Tani, të Mirë se edhe atëherë kanë pas vjedhë. Një me sa njerëz kanë internuar kot. Sa njerëz ka pas të internuar kot pa lidhje. Sa njerëz ka pasur të burgosur politika profesor. Herë mos bëni më kot tani po ikash. Ore dëgjoj një sekond. Unë mendoj vlla Dior. që në atë sistem kishte gabime pafund. Po s'bëhet Por ky fjalë. sistemi tani vlla ti nuk e ke jetën sigurt, e kupton ti apo jo? Ti s'ke jetën sigurt sot. Po pse atëre që janë sigurt? Ti vetë parkimi o vlla. Si nuk e kishe jetën e sigurt të burr, ku ekzistoshin më bë kështu krimesh, atallesh ti papala. Jo, se kishte jetën sigurt atëre, as atëre se kishte jetën sigurt se të priste vetë shteti.
Po ku kishe shanse po le shtetin në burse shtetit vriste po të dile kundra, po jo mu Po shoh, po ai ka vënë mbi 30.000 shqiptarë, çfarë po thoni? Jeni mirë apo jo? Po tani, o vlla, po Vesh veri me dorë të vet. Gjë sekond, sa vriten sot në ditë, sa i vrau 30.000 në 45 vjet. Sa vriten sot çdo ditë në Shqipëri vlla? Po ku dëgjon sa vriten? Na 4, na 5, na 10. Po i ka profesor që pas buk. S'ke pas buk, po i ka pas s'ke pas buk, nuk e pasur buk taje, po leja çana mabeti na boni kot tani. Se tani Ishte koha o babale, mos ja fut kotor, ishte koha o vlla. Po çfarë ishte koha me Po edhe këtu në mundi. Island, po të shikosh fotografitë e njerëzve më para vlla, nuk ka pasur këtu, kuaj me karroca. Ore profesor, punoje gjithë mundi për 1 lekë në muaj, jeni mirë apo jo? Ore është si mbas kohës o vlla, ore seriozisht e ke apo jo ore? Ore seriozisht e kam, seriozisht fare. Ore po t'ishte Enver Hoxha sot, dhe të kishte vazhduar ai dhe 30 vjet të tjera vlla, me këto që i ka hapur rrugët me kasme me lopata jo. Ta sot e bëjnë metrin 4 milion euro, 6 milion euro, 10 milion euro ore. Këta po qa nuk po bëjnë. E di si do ishte Shqipëria sot të bërë të ishte qenë pa shak, po disko ai vllai me vërtet jetë mbreti, si ishte mbret. O iko se nuk kishte atje, nuk kishte kone Enver Hoxhës, përdhunojnë vesën, përdhunojnë nipin, Dajua përdhunoj këtu, Havlla u përdhunua atje, nuk kishte kone Enver në këto gjëra, o vlla. Tani është shkalluar kompletore, tani jenë në Vlorë, jenë në Shkodër, jenë në Laç, jenë në Durrës, se ke kokën në torbët, se ta nuk i patash. Në kohën e Enverit të kishin vllai 90% e shtetit njerëzve kanë qenë analfabetë gjigant. O vlla, ashtu i gjetja, jo vlla, i gjeti pa drita. Prit. Si ke koronavirus sot? I sekonda por të shtise, jetu ja fut kod e babale. Gjoj Se sekonda. nga fut kod ha. Jetu ja fut kod sepse po thuj kishe njerëzit analfabet. Ti mendon se njerëzit sot domethën shkollohen më shumë se sa që kanë pas shkollu atëherë profesorë, pavarësisht se çfarë shkollohen, po lindesh të fuse. Nuk shkollohen. Shkollë të bëshën spektakël atëherë, o vlla, ku Unë nuk thash që shkollat kanë qenë gabime. Koli po ngatron diçka. Unë nuk thash që shkollat atëherë kanë qenë nuk kanë qenë funksionale. Shkollat kanë qenë më shumë funksionale se atëherë. Si? Shkollat si? Shkollat kanë qenë funksionale. Thash që zotëria nuk i lindet të fusten punë, vllai, hec tek puna. Jo më vllai, jo. Punë vullnetare. Ore baba, po miro, dale. Një sekond. Ore vlla, atëra i të thoshte po do vesh do punosh atje, që të haje buk ndryshe nuk kishe për të ngrënë buk. Pse mos është më mirë sot dhe normale që ke çuna na 30 vjet që i thon babës të pensionit? O profe, çdo vend e në fshatrat kanë pas kështu tip si që janë teatrot e këto gjona, këto sallat e kulturës si ka çdo vend, që organizoshin, që kishin lloj e ke parasysh eveniment të zhonës, tani ka vdek çdo gjore, kanë gjithë në migrim. Ka pasur shumë gjëra dhe shumë aktivitete. Sot ke Tiranën kryeqytet dhe s'ka aktivitete. Po Enver Hoxhës po hajnë, këto deri 30 vjeç hajnë pension e babit. Apo ma lekë të Enver Hoxhës po. Lekë të Enverit janë. Po lekë të Enverit janë, o aver. Ore vlla janë lekë, a di ku janë? Ja lekë të Enverit dhe po han lekë të emigrantëve 2, po han lekë tona, o vlla. E para punës si profesor sot do të ishe sust, do të ishe qishe, nuk do kishe drejtën e fjalës, po të ishe komunizëm akoma. Kupton, as ti as unë as njëri ne këtu. O vlla, nuk ka rëndësi me çfarë mënyrë apo. Bale po na hiqi tronin tash ka pa lidhje por komunizëm. Ik në kohë mirë dakord, ik jeton Korenë e Jugut, ik atje vazhdo jetot. Korenë e Veriut ku është? Çdo në Korenë. Unë jam çdo ik për asaj komunizëm kjo ti akoma. Po mirë, o babale, ku e diti që ato në Korenë e Veriut, kena i kontakt me ato ti që kanë pak knajsi, ndoshta i pëlqej atyre atje, ato thonë si ne s'ka ndoshta. Bota i quat, ai vrau një skuadër futbolli se s'bën gol, ti bën shumë rregull me vetëm. Janë pak kënaq. Ai vrau një skuadër futbolli pse nuk bën golin. Jemi mirë apo çfarë po thonë? Pra të puni aty për të. Isha rroj gjithë ashtu. Po vetëm la kanë stilin e tjetuarit ashtu. Çfarë stili i tjetuar se s'bën ti gol ti vrasësh gjithë lojtarët? Çfarë stili i tjetër është kjo? Çfarë na bëni kopa lidhje tash jo baj? Është stil më i mirë, vjedhi shqiptarët, beu çdo gjë të mundshme shqiptarët dhe futi të vrasin njëri tjetrit. Ajo është më politikë e bukur. Ajo është, do të kesh makina me qëra, po, të sfidon koli, po, futi plumbi, pagoj 100.000 euro dhe harrohet koli. Meri mundësisht edhe makina t'jepi me qëra, të kolit. Nga kesh ushqimi. Demokraci.
Ore, jeni mirë jo apo? Ore nuk po themi që ka qenë sistemi mirë në nuk thy ashtu, por Po babale, duke krahasuar sot, ai tipi ka lut lart me gola, ata s'bon asnjë gol, dhe i vrau si Europë. Jo, se në rregull. Ko e bukur që nga rëndë. Nuk e ke vuajtur atë kohë, nuk e kam vuajtur. Ti ha të fortë të pak. Ata që kanë vuajtur atë. Golat i hasha. Por tani, ore babale, ai e ka marrë Shqipërinë të shkatërruar nga lufta plotësisht vëlla, të lënë në një gjendje të mjerueshme. Dakor. Edhe ça beri Shqipërinë gjithë bunkere. Tani, ore ti e ke dëgjuar në përlajme këtë? Po pse Ti e ke ligjin e luftës me Grekun akoma të hapur vëlla, të vjen sot Greku ty të vjen vëlla të bën shurrën mund mes Tiranës. Po edhe ti mund të vesh shurrën më mes Athinës. Ore ti s'ke mundësi. po profe, ai ditë... Jo mos i kemi ne. Gjej sekond. Kush është në Athinë do të çuna ditë njëri bëj shurrën mes Athinës që i motrën. Po. A dini këtë që Shqipëria në raport me Greqinë, domethënë konsiderohet nga këto vendet e Europës, këto organizata kështu si vend pushtues, sikur ne kemi pushtuar Greqinë. Po, ashtu. Domethënë ke një nga pikat që na shohin me si pikë si me që me të kuqe, ke parasysh negative në raport me Europën, ne gjoja kemi pushtu kështu është të shënume. E kemi pushtu Greqinë kur janë fut këtej nga nëse kemi pushtu ne. Ka kaluar çiku filmin ata për vetmbrojtje. Jo, kur janë fut këto burr në luftën e dytë botërore, janë fut nga Shqipëria, edhe është cilësu Shqipëria si vend sikur ne kemi sulmuar ato, ke parasysh. Është Faktikisht përposhtu e kena poshtu edhe njerëz, edhe Ali Pasha në këto çan këto konventet ndërkombëtare. Ali Pasha me shokët e vet nuk kanë hetur kotore, ka vënë Denianina. Jo, flas në 45-ën e kështu, domethënë. Por po çka trupat që në Shqipëria që kanë përdorur Shqipërinë. Shqipëria ishte fushi nga dushë më kalon nga dushë autostradë. Jo, po sistemi tani është italianët, bravo, italianët. Italianët, sepse italianët ta kanë pasmorë në herë. Edhe i kanë gjyt pastaj edhe grekut. Edhe fiks, po ti që digji luftën të profesorit që thua ti Shqipëria me Greqinë. Si re bale? Ti që ligji luftës, të gjithë çamët vend marrin tokat vend vet. Prandaj është akoma ligji luftës nuk e heqin ata, ç'a kujton ti? Se kanë me letë, se kanë me letë në turbu. 38% të qoj popullsin nga 700.000 të 3 i bejt gjithot me shpithot dikush këtu. Në ato mundësi sa kishte bale në atë kohë. Po t'i gjohë në mike se kur shisha? Ore babale, e diti që Shqipëria në kohën e Enver Hoxhës, a i qoj dritë elektrike në çdo shtëpi, në çdo fshat, në çdo zonë, sa do e thellë. Po kuptoj, vetëm se s'kishe... Po, profesor, në çdo fshat, në çdo lloj vendi ka çuar dritë elektrike, vetëm se s'kishe radio e televizor. Më fal një sekondë. Po pse? Ore vlla, po ti kur i bën gjëra ti bën një nga një apo të tëra njerëz, se duhet kesh një buxhet shumë të madh vlla ti bësh tëra njerëz. Po pse mbasi erdhi Sala, pastaj u prishën dritat aty ku çoj ky, ë? Prito babale, dale një sekond. Jo, nuk u prishën. Një sekond. Por mund t'i them këtë vlla, që rrjetet elektrike që ka bërë Enver Hoxha në 78-ën janë akoma dhe sotore. Janë akoma të njëjtat shtylla dhe të njëjtat tela, o vlla, akoma. Dhe kur kthyehet në një shtyll dhe kur kputet në një tel, pritën ata sa të vinë leja nga Tirana që sjellim një tel ta lidhim, edhe teli që sjellim janë akoma nga depot që kanë mbajtur nga të Enverit, ore. Ore, është fakto, në për fshatra nuk ka njerëzit drita, 2025-a. Ka hapur rrugën e Skraparit, ai boti me kasma me lopata, ajo rrugë është akoma, rrugë e Enver Hoxhës, o vlla. Berat Skrapari është rrugë e Enver Hoxhës akoma, o shok. Dhe 2025-a. Tani qa do mua, beto. Në qoftë se korrupsioni në kohën e Enverit na 1/10 ishte shkalla 1, tani nga 1/10 e shkalla 100 vlla. Dhe këta janë të korruptuar dhe kanë marrë lekë po na shfrytëzojnë, po na vënë në përdorim apo po na përdorin siç u do trapi, o shok. E nuk çohet populli, ore.
Ore vlla i ka përzgjedh njerëzit, ore i kanë nxjerr njerëzit gjithë në emigracionore. Dhe ne jemi treguar të dobët, kemi ikur. Prandaj jemi jashtë, se nuk i bëjmë dot balla aty dhe ikim. Zgjedhim rrugën më të lehtë, ikim. Ata aty po i shkëndijnë motrën po bën, ore aver, po të shtypin djemtë e deputetëve në Shqipëri, o vlla, dhe të ministrave të kryetarëve bashkive. Ore të shtypin, o vlla, o vlla nuk u del dot para, o nuk i parkon dot aty para, o vlla. Po të tha i bëhet çik më tutje. Po të thanesh djali i ministrit, ik vlla se humbet apo jo? Se ti ke jetuar në zona më të populluara. Po të fusim burgë se s'ka më po. Ore aver të zhdukin, o vlla. Po të zhdukin, themi gjërat ashtu siç janë, i ketë tar me armë vete, o shok. Pse mban X se nuk dua t'ia them emrin. Armë vete nuk baj dot unë. Pse ai mban armë? U s'mba kam dot armë. Ati si a gjen dot policia armën, mua ma gjen. Si ka mundsi? Po rrio vlla se janë tërkohën që shtypin njerëzit ora. Ky është realiteti, ha. S'dalin njerëzit, dalin se kanë marrë mbyllje. Realiteti është se në kohën e Verit vlla ka qenë një pith modrëllak që nuk e ke idenë, profesor, se s'ke jetuar dhe pranoj flet. Miro baba, le dakord. Po atëre vlla djali i ministrit nuk të vriste dot. Sot të vret vlla të shku. Po jo, se vriset djali i ministrit, se vriset djali i ministrit. Po jo baba, le tani sot ai të vret kohë. Po i ka skala një pa vrapën tregua mua tash, e ka vrapë edhe robsha ti më thon mua çfarë thua shoku. Miro baba, le mira ashtu është. Po le, ata që profesor, ata që ka palidhe, jetoj aty në atë kohë, ka palidhe me pal pamon, ai gjithë fshatin që në atë ndasëm, je mirë apo jo? Me pal puc, çfarë po thua plan? Po le, ka tu njeriu, o vllai, ato njeriu s'ka mirë, më thumu ti ka bërë mirë. Ç'ka bërë mirë vlla, çama beti bondi o vlla. Çfarë kam unë ose bën ti gabime vlla, bën ti gabime ha kokën tata, ç'po kam unë vlla. Po babale, po ka ardha lufta ai që ka ardha tu me kuptim. Shikoni pak sa njerëz janë vrarë a bëre gabim dhe kështu. Enveri ka qenë pro. Normal se foli të kaloj depresion se do nuk mundem. Enveri ka qenë pro rusit, kurse Balli ka qenë pro gjermanit. Po, pro rusit ishte. Një sekondë, një sekondë. Ajo futi rusit. Se profesin rusisë, se profesin rusisë. Ju thallë që po ta merrte pjesa tjetër do flisin gjuhë tjetër. Ai futi rusit. Po ju po flisin shqip apo? Por brother, ai mori rusit çat deshte për zonin ashtu. Edhe ato në ndet ka për zuri, olc. Rusin në rus, ato në rusin ka për zuri rusin. Ai ke pa vlorë që është ai tuneli atje që edhe i fuste 10, i nxirrte 11. E fuste 11 e nxirrte 12, o baba. Si ja motë se i mori një ndesë pa lexaj mori. Ai pa botë sikur kishte 200 cop. Ai pa ato fuste nxirrte. I nxirr vetëm numrat e ondrote. Pam. E ju bote presion, reklamat e videove që i keti. Ai ka qenë strateg, o babal, u ka pas byth njëri më atë. Ai u merrte të tjerëve, kurse këta tonët po ju falin, valla. Ai u merrte. Këta po ja falin. Ai ka thënë ishte në Sazanit. Po babal, ai u merrte. Ka thënë ishte në Sazan, ka thënë tok, ka thënë ishte. E para punës, Rusia po donte kari e merrte Shqipërinë, po thjesht s'ka pas interesa. Kush e merrte? Rusia. Po s'të nuk është Shqipëria vend që e merr kaq kollaj, o babale, mos e fut. Po e merrte, po donte Rusia e merrte, po çfarë bëti bonde? Po Shqipëria po i bëu. Po Shqipëria i bëu tokë që bërë çfarë bën se pale ku Shqipëria, po çfarë. Po i bëu tokë se. Po sot e merr ti vëlla, po na të kohë se merrsh dot o babale. Po pse s'ishte Enveri? Po ka pas armatim. Armatim ka pasur, po çani në karë, se ata ka. Ore, ju bëni sigurt me krimin armatim. Ore, ju bëni sigurt me krimin armatim, Rusia s'ka armatim Rusia. Po babale, baballar tonë janë përgatit më armë, babale. Kurse të gjithë jo vetëm baballarët, po venena tona të gjithë kanë qenë të përgatitur të shkrepnin vlla, të gjithë kanë bërë sport. Sa shqiptarë, ore, fal një sekondë, më fal. Sa shqiptarë jemi? Tani. Në atë kohë. Ai e bëri 3.5 milion valla. Shumë bukur. Sa rus janë valla? Sa rus janë, profesor? O babale, kupto këtë. Na 700.000 e bëri 3.5 milion. Sa ushtari ishin? Sa ushtari ishin? 3.5 milion ishin. Gjithë 3.5 milion? Ore, gjithë shtinin o valla. Në rregull. Shtinin, po sa ushtari ishin, se la për shtin, se për shtin gjithë. Ore, gjithë ishin përgatitur o valla, ishin gjithë për ushtrirë. Në rregull. Edhe gratë dhe kalamajt kanë qenë përgatitur për luftë valla. Babale, që në shkollë boshë pioner, boshë. Edhe kalamajt edhe gratë kanë qenë përgatitur për luftë, profesor, në 3.5 milion? Që pionerë boshën përgatitur për luftë. Ti qenë ke shumë kundra Enverist, po ti qenë ke edhe kundra realitetit.
Unë jam kundër realitetit vëlla. Ti je kundër realitetit që thu me 3.5 milion shqiptar ti, edhe me gra dhe me çuna çka kanë qenë aty, do vikën do luftokan gjithë për luftë, pa ka qenë gjithë ushtar, kurse Rusia gjë këtu tash. Kurse Rusia pas ka pas takat me të marrë ty Shqipërinë. Je mirë çfarë po thua apo jo? Po Shqipëria, I thoj kaq, nuk I ka dash kallamarja ti ta merrte edhe kaq se s'ka pas interes, jo se merrte dot. Ai kur kishte probleme. Po çse, ore mund ta merrte mirë. Nuk e merrte dot aq kollaj sa mendoj unë, po jo se merrte. A bravo. E merrte për të marrë. E merrte për të marrë, po jo aq kollaj. Po si, po kishte aleata, ai kur zite me Kinën ishte aleata, kur zite me Rusin. Po kishte aleata valla, po aleatin tani ta thanu, bën me Rusin, edhe ju thash do flisi shqip. Tani kur bën me Rusin, pse folëm shqip prapë se ta s'po kuptoj unë. I mori Rusi çfarë Po ta merrte balli, do ishte me datë me Gjermanin e Oci. I mori kinezit çai dash në Kari e përzuni. Ai me çika po biznesi ka. Çai ka marr kinezët se ju uzin ballësh, edhe të them unë çka ka marr kinezët. I mori kinez bën një uzinë të naftës ballësh, edhe i mori një ndetse. Por Rusis njëri mohabet, i mori në ndese, i mori arën. Çai ka marrë? Çai ka marrë? Çfarë dëshë ti më të marr? Ti po thoj mori çaj dese, çka ka marrë? Ka marrë në ndece. Ka pasur 900.000 ushtar. Ta mbajnë në ndece, ku është ndece? I mori zanatet, pse nga Allah, kinezi erdhën në Shqipëri, beri ta tubë drejtare budalliqe aty që kanë bërë elektrike, se kinezi ka bërë, se ka bën veri, që po thoni ju sot. Ju që keni njërë po flisni, që ka bërë kinezi drejtare budalliqe njëra tjetra, i ka bërë kinezi. Masi keni dëgjuar dhe pallatet, që ka bërë pallatet e Arabit, i ka bërë Arabi. Qa po thu ti, jo unë, shok. Po babale, i ka bo e i shok, kanë ardha ta ju ka marrë zanatin, i ka përzon. Kanë ardha ta ju ka marrë zanatin e luftës, armët, i si botin Poliçani, i përzon i kinez të po. Se si kujto? Ishte politikan. Armë dhe Poliçani, dhe rrëtë shpis njerës. Dhe filloj të e prodhu vetë Kalashnikovin pëstem. Ore vllai, çdo që ai e ka mësuar dhe i ka përzonë. Kurse Rusi ka Rusit mori 400 ton, gjë. Rusit mori 400 ton flori ty, mori 400 ton flori dhe iku. Qa na bëni ma betë dhe një për palitë për në një radhë, ku të vjen pa interesa, o vllai. Është më mirë sistemi metës që mori 800 ton flori. Është më okej. Këta janë më të mirë këta, se janë shqiptarë. Kush të tha ty që është meta më e mirë, apo është Rama, apo është Sala, apo është ai? Ne po flasim për kohën e Verit, zotëri, mos më vjen temë tjetër. Po flasim për kohën e Verit që ti vjen këtu dhe po thua që o shoku në kohën e Verit ka qenë super. Çish pas ka qenë super në kohën e Verit. Po babale. Ja e buk me mizë o shok, buk me lallë. Ça buk me lallë, buk fat me shtëpi. Je mirë apo jo? Çfarë po themi ne po krahasojmë atë kohë me këtë kohë, të mirat e të këqija. Deku më i madh Shqipëri babale është me Kromin. Kromin kush e boni? Kush e bëri Kromin? Si kush e bëri? Kush po e nxjerr? Ma akoma mjetet e Enverozhës e nxjerrin, no babale. Minera dhe por thot minera dhe vjerë. Minera gjë mund gjore. Minerat e Enverozhës, minerat të tokës që janë tonat ish minera s'ka çaj bënë, jo valla. Po kush e boni këtë shok? Shok nuk, e në minerën do ta bosh që ta nxjerrësh se. Ke shumë minerale ti që do t'i marrësh për dun teknologji. Problemi që ndron këtu se ato minera që keti si mineras ti tashire. I marrin tjerë. Edhe në kohën e zotëris ka qenë me përqindjen e makineritë që ka marrë. S'ka sa jepë një pa interes ty. Ti e di që dhe bitiumi që ti e ke, ti edhe bitiumi sot e sa dite që ka dhënë ai Francës, gjë. Edhe bitiumi që e ke, bitiumi që ti më shtron rrugë dhe njëra tjetra, gjëna atë kohë që ka pasur Enveri, akoma vazhdon Franca ta marrë. Ti merr lëndën e fundit, o shok, të parën me Francën. E kupton ti apo jo? Ora baba. Pra ç'a kujton se ka pas bashkëpunime, kujton se kanë ardhur këta që pas kanë ardhur ka qenë budallënje, Veri pas ka qenë pillsome ky. Ky pas ka qenë pillsome, këta tjerë ishin rrota Kari, edhe erdhën gjithë këtu te Verit, punonin për Verin. Po i ka përdor, pra i ka përdor. I ka përdor. Mirë, pse nuk e hynin dot me kushtu 40 euro. Shqipëri pa lejen e Verit. O shoku, ty dhe Kromi të merr kinezi akoma tani, sot e sa ditë. Merr kinezi, po jep lekë. Edhe, po ta për çfarë ta merr pra? Se ta kanë gjithë sistemi atë. Ku do ta çosh ti? Po ku diun ku do ta çosh pa i ta merr, me përqindjen e ai ti merr. Domethënë ai ti merr. Vllaja Shqipëri hyn nga Kromi më babale dhe ai ta kalon Enverozhën aty atë. Çfarë di? O shoku, kanë ardhur me interesa po të më. Gjonat më të rëndësishme në Shqipëri kanë ardhur me interesa. Interesa. Jo. Çdo biznes është Shqipe tash, Rusia në 1980 ka pas 198 milion banor, Shqipëria 2.7 milion. Tashi na tregon çiktin se si arrin ti të thua që është Rusia ne nuk na mori dot. Ka sa milion banor, o vlla, se nuk do të dërgonte 190 kishte rezerva, 8 milion dërgonte Shqipëri kishte mbaruar punë.
Po vlla, po nuk do të rkonte te Rusia Shqipëria jo për të ngrënë, nuk po bëhet luftë me milingona. Jo të gjithë valla, janë 180 miliona atë kohë. 8 milion dërgonte zotëri. Aha, se s'do ti e profesor Po tash mirë, pse se mori më babali? Pse se mori 40 vjet asnjëri? Po se s'kam pas interes me marrë, o valla, ti kupton që Shqipëria ka qenë. O valla, Shqipëria thjesht ka qenë një rrugë gjatë, do të kuptosh ti. Shqipëria, edhe them unë, o Zazari, Shqipëria thjesht ka qenë një rrugë si për të kaluar Greqi, si për të kaluar Turqi, si për të kaluar dhe Turqia dhe Greqia si për të kaluar në Europë. Thjesht ne kemi qenë rrugë, o shoku, nuk ka pas interes me mirë. 40 vjet. Ore një sekond, fal. O babale, sa ishte, një sekond, diferenca midis Vietnamit dhe Amerikës. Qa ishte? Diferenca midis Vietnamit dhe Amerikës. Qa pyetje ti po, ku e dje edhe më Po ku e di unë shoku se sa ka qenë diferenca? Dale ore, ta gjejnë këta ta komentojnë. Po babali, çfarë i vetëm kjo? Se mori dot Vietnamit, ore, deshta merte, se mori dot. po babali, para Enver Hoxhës, sa herë kanë dalë në Shqipëri ta? Sa herë kanë dalë? Ore o zëdej herë nuk kuptosh. Ore ato 40 vjet, pse nuk hyn? O vllai, mirë, më thuaj gjë mundi çfarë mirë, më thuaj gjë di mu. Çfarë donte turku? Do më thosh vetëm i gjolci, çfarë donte turku në Shqipëri? Turku. Po. Bazën prapë me shkel italianë, me shkel Jo. Bravo, me kalu edhe me ikë në Europë. Nuk ishte interes fare për Shqipërinë. Po kur ishte Enver Hoxha? Ore, edhe herë. Thjesht kishte paranaj pra, kupton që s'ka pasur kur asnjëri interes për Shqipërinë, thjesht ka qenë rruga për të kaluar. Ore brazer, ku ka pasur gjithë njëri me o vllai, mos kishte qenë Enver Hoxha, ne do ishim katër, do ishim më shumë. Vietnami ka qenë 100 milion aty të profesorit do thonë. 100 milion banor ka qenë. Është një nga më të fortit komunizmit. Është një nga komunistët më të fortë Enver Hoxha, apo po, çfarë? Por njihet me emër të një nga rrobës. sistemat më të egur. Është një më të fortit o babale, çfarë thotë ti thua Enver Hoxha, valla. Për shtetin që ka pas, për vendin që ka pas, është më nga më të fortit në botë o babale, çfarë thua? Ku ka qenë ai Enver Po Hoxha? them unë ty që është më i miri mulla. Po për vendin e vet ka qenë më i miri, i ka qi motrës. S'ke çanë. Ore, o vlla. Sa i ka luajt vendin. Gjë. Për në atë kohë që ka qenë ai shoku im, njerëzit më të duke e mirë, shoh se ka qenë luftë njëra tjetra, thjesht ai ka sill paqen në vend, edhe ka thënë okay, jemi mirë tani. Rregull? Se të vish në një vend, të vish në një vend, të vish në një vend valla që vritesh për ditë dhe çfarë bëhet, digjen shtëpi dhe njëra tjetra dhe në moment që ti gjen paqen shpirt, se jo se gjen se s'ke buk për ngrën. Njerëzit pajtohen, ata të thonë valla, të ne po jetojmë, gjë pa gojë, gjë pa gojë. Të pak ne po jetojmë thotë s'po na vret kush, e kupton? Edhe thjesht janë pajtuar atë. Por kur hapën syt, çau boga. Ti s'lindë Ti s'e muhabet. Valla, jo kur hapën syt o jore, e ktheu sistemin Ramiz Aliare. Se nuk ra busjen Enver Hoxhës, ku ishte Enver Hoxha gjallër. Po ku kishte pjellë motra me orë. Edhe sistemin e ktheu Ramiz Alia. Ramizi e berja të që e ktheu sistemin. Po kjo nuk do të thotë që ky sistemi sotëm ka më të mira shumë se sa i sistemi atëherë, se koha që Shqipëria do modernizoj, do vinte vllai, të ishte edhe komunizëm, ti dhe mbretëri, e ti çfarë të duash, se ka shtete që janë mbretëri. Akoma. Edhe nuk ka lidhje. Sepse do vinte me kohën, se po ti ishte sistemi i Enverit sot, me modernizimin e me teknologjinë që sot, Shqipëria do ishte shumë herë hapa më para. I pas me qenë komunist shmendur e bërë, ose dhja ka shumë. Ne po flasim për o babale. Se si menaxhoj situatën, nuk kishte o babale. Ne nuk jena komunistë, ne po flasim për burr shteti, ka qenë burr shteti edhe se diskutoti atë punë, valla. Edhe është një nga burrat e shtetit që do mahet men historikisht, sa ta kena jetën, valla, ne, e kush do vi nga mrapa. Është historia që ndjek. Po as që bëhet fjalë. Ai Skënderbeu po çfarë mahet se ka luftu për valla, edhe ky mahet men se ka qëndruar, shok, ka qëndruar, s'ka pas pjesë modre me shkel më, shok. Ne na shkelin sot, babale. O bekim natën. Enver Hoxha ka qenë dhe do mbetet në ne sot po na shkelin, babale. Po atë është demokraci valla. Ha? Atë është demokraci. Ora kanë dalë tani, ti thu po na shkelim, pse s'çohet populli jonë valla? Pse çfarë pritet çot kryeministri? Pse s'çohet populli jonë? Po kush po çohet, po kanë hiq po valla se është çot populli rrezohet për kryeministrin, pse rrezohet? Çot populli, pse çot populli? Ka bëj populli më shumë. Apo çon për Big Brother atë? Çoni valla. Për Big Brother ças bën, është. E bra. Ore babale. Po kështu që nuk është faj aty, është faj vetë shqiptarëve shok, është faj jonë valla. Ore vlla. Babale.
Ai ke parë ti kanë edhe në Francë. Ai ke pa se çfarë bën në Francë për shembull. O peshkaqen, gjoj sekond. Në kohën e Enverit ka pasur armatim zotëria që të bënte luftë me vite pa pushim, valla, për të mbrojtur nderin, familjen, shtetin, fëmijën dhe çfarë kishin, valla. Me ato pak mundësi që kishin. Sot me fjalë. O profesor, a të lutem profesor, do më thuash vetëm një gjë kur smurëshe ti në çfarë spitali vishe për të shëruar zotëri? Në kohën e Enverit? Jo, sot është më mirë se sot vdes po s'pat e lek. Sot vdes. Po atëre vdishe mirë. Sot Jo, s'pat e lek. Sot vdes po s'pat e lek. Prit më rreth unë. Kurse atëre vdisje se s'kishte paracetamol o profesor. E kupton ti apo? Jo. Se do ti tani? Ha? Jo, kishte spital në çdo fshat ai sot ku çdo fshat spitale çapo më thotë po lema me historinë tim po lej llafet. Sot ambulanca. Çka gabimi kam unë më tregon unë që gabim sa kalamaj kam vdekur aty për paracetamol. Sa njerëz kanë vdekur nga temperatura në atë kohë. Vallai në atë kohë doktori. Sa njerëz vdesin sot në ATT-ja? Sa njerëz vdesin nga kallashi sot? Sa vdesin e? Vallai në atë kohë ka Njësoj sa vdisin në atë kohë që vrisën Enveri. Aca pura, vrisën veri të shikoj. Qëse po i vriste valla, i ka pas vrarë Enveri gjithë. Po. I ka pas vrarë, i ka pas vrarë. Babale se gabim. Po çka kam gabim ata shikoj pa lidhje. Jo. Ti Çe pas kam gabim. shumë keq. Ti vlet pa fakte, pa prova dhe pa asnjë lloj Po argumenti. ti profesor po flet me fakte me prova ti profesor. Po normale, pse si Po i ke prova ta profesor, pa mi nxirr. prova ti ja ti dhe mund të prova. Shëndetësia ka qenë falas. Shumë gjona kanë qenë falas në provë. Arsimimi ka qenë falas. Do të më i fut ujkën e shijakut ti këtu të jasërë, sa e ka të studiuar me detaje. Ai po. Ai të mytër me material. Ti po s'patë lek sot të lek fëmijë babukë, pa shkollë. Jore është mirë sot 2025-a, njerëzit gjojta, edhe çka kishte thënë ajo, kishte dalë njëra, edhe kishte thënë nuk kemi familje të varfra në Shqipëri. Po të kesh 45.000 lekë në muaj për familje, nuk që është i varfër. Qa bën me 45.000 lekë sot o babale? Një familje në muaj? Qa është ka 45.000 lekë si se Vetëm kuptoj? gjesën. Kishte dalë ministria dhe kishte thënë vëlla që çdo familje që ka 45.000 lekë të vjetra të ardhura nuk quhet e varfër. A është tallje bythe kjo me popullin? Po çam duhet më çato ku ka e familje me 45.000 lekë muaj bëri, po ç'a di ç'a ministra thotë tani kot. 25.000 lekë edhe ja avion nuk e blet dot në TikTok o babal. Ore, a e diti babale që pjesa më e madhe e Shqipërisë vëlla jeton në Tiranë dhe Mos ka thënë, ore profesor, mos ka thënë me të reja ajo zonja? Jo, nuk tha me të reja ajo piç motra. Ç'është ajo? 45.000 lekë të vjetra tha? Po lase pas me të reja ta profesor. Flasim me të reja ta profesor. Ku i merr njëri në fshat që s'ka as puna E zana? ka pas me ka 150 euro. Po ç'a futet tam ç'a jetojmë mirë në qytet, je mirë apo jo? A pse se punojnë si shkërdhat ata dhe paguajnë. Punojnë si shkërdhat, po kohën e Enverit që punoshin gjithë si shkërdhata profesor, u ktheve pllakën profesor. Punoni të gjithë vëlla. Po kohën e Enverit profesor, çapse kanale gjithë ditët dhe merrse 1 lekë në muaj, o profesor. Po s'pungot e gjë. Ore Çfarë profesor? Të duket vërtet tash, ha? Gjithë hashin një sojë, babale. Ora hashin gjithë një sojë, babale. Po mirë, hashin gjithë një sojë, hore. Tani apo bënë më bet këtu tash, me ka 150.000 lekë nuk e do. Si s'ka nuk e do të Shqipëri me ka 150.000 lekë. 45.000 po them ore të vjetra. 450 e ka pas profesor. Po babale. Po ku i merr një në fshat 450.000 lekë me çaj merr? 450.000. Ore ka i gravient jo shok. Ore ke. Ku si me ka 150.000 lekë në Shqipëri, nuk me ka 150.000 lekë në Shqipëri sot? Në fshat Që ka sot. shku? Ja, në Ka shku fshat. minimalja. Ore babale jam në fshat. Jo, në fshat, jo. Ku i marr? Je në fshat, ti e vlla ke lop, ke lop, ke dhi, ke misër, ke jonç, ke ke spinaq, ke domate, ke kastraveca. Konvertojnë në lekë ato profesor, ke pula, ke vezë, o profesor. Më fali sekond, më fal. O çuna, shikoni pak, ka thënë ajo që një familje që ka 45.000 lekë të vjetra në muaj nuk quhet e varfër. Aq është limiti vlla. Po ke 45.000 lekë, s'është i varfër. Babale. Si duket rritja pensioneve me 2.000 lekë të vjetra? Tallje kari me paramendim me vet 5 milion. Ora ajo tallje kari është, po ti se kohën Enverit të shoku im, da kisha akoma 1 lekë në muaj. Po 1 lekë ka pas vlerë tjetër, më. E kupton, 1 lekë ta kishe pensionin, në zotëri, çfarë ti apo jo, çfarë keni bën? Ere babale.
Me sa lekë blet? Akoma ti tek 2000 lekëshi. Po ti ne merr 1 lekë në muaj të merresh, tani po merr 2 Babale, pak. kënë Po gjuna prit pak. Babale, i sekund, kënë gjuna herë tu fal shteti shtëpia tani, tu rro shtëpia njerëzve. Jo. Po atë, disa shtëpia falshin. Po ke dëgjuar në herë tani ti të marrë shtetit fuzi punë me zorë të mos paguaj? Kur me sot të punosh ti është. Tani sot në këtë kohë, ke dëgjuar në herë? Kështu që si çfarë është diferenca bro ti Olsi? Në atë kohë punoshe ti që ishe pak më mirë, e kupton, dhe dikush tjetër edhe e jepshe një që s'kishte edhe të vishit gjithë në mënyrë barabartë. Kurse sot të keqen vaj nuk të fut njëri me punë zorë, ty sot puno vetë e bëj shtëpinë vet. Në rregull? Kjo është demokracia pra. Kush Kjo është demokracia, sa që demokraci ti valla. Kjo është demokracia pra. Si theti babale punoshe ti më është shtëpi unë? Jo. Në atë kohë, po jo, ore ti se kupton ore, po ti në atë kohë bosh edhe punë vullnetare. Në atë kohë bosh edhe punë vullnetare, Olsi. Punë vullnetare, di që do të thotë punë vullnetare, punë pa kokë leku për Olsi. Mirë me gjojë mirë është në jo, po njerëzore është, s'ka në gjithë. E mirë, njerëzore është, aty po, jam dakord. Njerëzore është, po komunitet. Po mirë, pra demokracia këta ka për tash, çfarë do them unë? Tani prishët i gjohë vlla nuk argullo asnjëri, domethënë nuk e morën iniciativën në botë. Ato institucionet e zonës aty se rru asnjëri, ngeli rrugi, kanali i gjohë pa shu se asnjëri s'fut durët, asnjëri se merr përsipër. Atëherë as të problem. E dojtë për 24 orë të rregulluar. I fusten punë për gjithë natën, gjithë në ajër. Sa gjë tani ka thënë 47.000 lekë të reja. Gjë prapa te profesor. Kishte më shumë disiplinë vlla, shkurt mohabeti më. Tani se ekziston disiplina, ndërkohë atëherë kishte shumë disiplinë. Ora që ka pas disiplinë dhe ka pasur rregull, ka pasur se i mbante frikë ose disiplina është gjë e mirë aty. Edhe pranaj ka qenë disiplina, se kanë pasur frikë valla. Po mirë, për çfarë më bëm? Po pra, me frikë, çrënsi ka, duhet disiplinë. Me frikë pra, po pse tani do ikë shtëpi timi unë tani dhe se s'pera gëzuar unë për kolin, do vrasi kolin mu? Pa ja, burr, ja, se nuk është aq. Po nuk do vrasi, po do më çoj në fshat tjetër. Diskriminim. Ore, babale, qia mund të pas sa dushme, se s'po thot një ka pas vetëm një. Po ma vetë është tu. Për burë shteti po flitë që me, vaj. Si që ka majtë a i shtetin, nuk e ka majtë kushe, s'ka për ta majtë kushe. Po i shtetin gjë mua, i shtetin mund të duk në sy të botës që ka qenë shtetin me i lumë në botë. Por që në vërtet, na mrena nuk ishte. Po vlla ka pas 1 milion problemet e vetë si shtet. Ai mund të kishte presione shumë të mëdha. Presionet që bënte Grekut dhe Rusët bënte shumë presione, e kupton? Por që nuk ishte ai që thoshte. Unë po flasim për ne njerëzit që ishim, nuk po themi se çfarë presione bënte ai, se çka ka bëi. Presione ka pasur dushaj. Po. E kupton? Ai Edi Rama 2 oratori bota një që shqiptarë bëj ai botën e dhe, Ore Aver, po nuk ka mend tani, gjojnë sekondë. Policia e korruptuar, prokurorët të korruptuar, gjykatësit të korruptuar, mjekët të korruptuar, pedagogët të korruptuar. Po të tërë e dimë realitetin në Shqipëri, o vlla. Po tani ne dimë, të tërë është, po e dimë shumë mirë, të tërë vlla si funksionon. Korrupsioni maksimum, në dogan në Rinas, po pagove lek, vlla ke problem kalon. S'ke lek, s'ke mik, s'kalon. A ka nevojë për mend të me? Ne i dimë të gjitha si funksionon, në vëllë. A janë njerëzit pa fuqishëm, pore. Në Rinas, post-komunizmi. Kalon, vëllë. S'ke lek, s'kalon. Polici të ndalon, vëllë. I dhe nëzit po ne i dimë. O folë për këto tjerë, vetëm ato të kufirit mos i gacmos, na prish punë. Jo, e dimë se si funksionon në parim. Ato shqyr që janë. Ore, e dimë se si funksionon në parim. E kupton? Dhe s'po themi gjë, ore kol, gjoj sekund. Ore, ka ca gjëra që duhet jenë hapësira që njerëzit të manovrojnë. Po këta po e bëjnë o vlla, duhet ishte një urë, këta s'po heqin një këmbës. Këta po heqin urën fare. E kupton, këta po heqin urën fare, vlla, këta s'po bëjnë urën.
Këta po i qinë mondër, këta po e gjvasin popullin, orë. E dela aty ai. Pyetja do të bëshit plazh në kohën e Enverit. Ç'a plazh? Ti ishe në punën. Plazh do bësh ai që Durrës o shoku. Dale re babale, dale. Si i thoj ti babale, delun si manja aty, zihet me Berishën, kush e ka kostumin më të shtrenjtë? Gjoja, ti more lek që breve kostumin 2000 euro. Ke drejtë, profesor. Ke të drejtë. Ke të drejtë, profesor. Ke drejtë, Allah. Është të jap drejtën ty? Sepse ke drejtë. Po ta dalli popullin e. Kurse ti më thon mua, ishte më e mirë Enveri. Ne po flas për Enverin, ç'më do të thonë se çfarë duhet plak vrasë vetë. Ka dinte Enveri se këta do ishin bërë kështu, i kishte vrarë që ndje, po kishte qirë nënë, po se dinte. O vëlla,